Sulmuesi kombëtar Mirto Uzuni ka folur pas barazimit pa gola të Shqipërisë ndaj Serbisë. Ai u ndalë dhe te penaltia e humbur e Reimanajt. Reimanaj ka bërë paraqitje të mirë në sulm si Broja, po ashtu dhe Hoxha. Penaltia ishte çështje fati, kemi gjuajtur dje penalti me Manajn dhe I kemi shënuar të gjitha në stërvitje. Ishte çështje fati, është e vërtet Letonia është kundërshtar I fortë dhe duhet të japim maksimumin siç u futëm sot në fushë kundër Serbisë. Të japim maksimumin për të marrë 3 pikët në ndeshjen e radhës, tha Mirto Uzuni për Supersport. Shqipëria ka mbyllur me një barazim pa gola ndeshjen ndaj Serbisë në Air Albania të vlefshme për kualifikuesat e Botrorit 2026. Ka qenë një barazim I mbyllur me një peng të madh, pasi kuqezinjt kishin në dorën e tyre fatin për të gjetur avantazhin në fundin e një pjese të parë të dominuar, kur hysa I fitoi 11 metrash. Por Reimanaj gaboi nga pika e bardhë dhe skuadrat shkuan në rrjeta të paprekura në pushimin e ndeshjes. Më pas të dy ekipet krijuan raste, por pa gjetur rrjetan as në të dytën, duke bërë që sfida të mbyllej pa gola, duke I ruajtur kësaj Shqipërisë vendin e dytë në grup.